Pa asnjë lajmërim nga bashkia dhe ndryshimet janë dhënë në Facebook, kështu shpreh Jetmir Barbulluçi, ish drejtori artistik në Orkestrën Simfonike të Shkodrës, në një konferencë për mendjet, ai cilëson këto ndryshime pa etik dhe pa normë. Ndryshimet që bën këto dhe lajmërimet që bëri bashkia e Shkodrës në mënyrë pa asnjë lajmërim tek unë dhe në mënyrë të habitshme nëpërmjet Facebookut, e pashtarsyeshme që edhe unë të reagoja në këtë lloj mënyre, me të thënë drejtën, mu duk shumë e parësyeshme dhe s'kam asgjë me zëvendësimin e gjërave, por me pa lajmërim, pa asnjë të paktën etik, norme për punën që mund të kem bërë, edhe kjo më bani që të sqaroj ca gjëra në lidhje me këtë. E kishin vendosur të më largonin, shton me tej Barbulluçi, i cili thekson se është lajmëruar vetëm 2 ditë para për konkursin nga Bashkia e Shkodër. Kjo sipas tij nuk ndodh në asnjë vend të botës, ndërsa stafi i kulturës në bashki e konsideron të nivelit më të ulët. Ishte vënë plan që ky është pjesë e jona, është t'jarguj mundësisht në këtë mënyrë, se kështu mënyrë se kishin të vështirë nga ana kështu. Orkestra konkurs, me thënë drejtën, t'jesh drejtor artistik i një orkestre dhe të marrësh vesh 2 ditë para që për mas 2 ditëve ka konkurs, kjo ishte të mëshme. Kjo ishte të mëshme. Si, konkurs? Po, s'ishe gjë fare. Po për çfarë? Kemi rregull që ne duhet jemi në rregull, që ne të zbatojmë t'i vëmë gjërat në shina, që ne bëjmë kontratat e reja, tu kanë marru kontratat dhe do bëjmë konkurs me të gjithë, sepse kemi ankesa, na kanë marrë ankesa, kemi kërkesa që të futen në orkestra etj dhe duhet bëjmë konkurs sipas rregullit etj. Me thonë drejtën miku Truni. Edhe i thashim farë se ishim gjithë stafi, sepse këtë të them, gjithë stafi. E para, konkurs për të bërë, duhet minimumi me lajmëru njerëzit 1 muaj para. E dyta, për të bërë një konkurs, i thash, duhen programet veçanta për atë që bëhet konkursi. E treta, nuk ka ndodhur një herë që të bësh konkurs me gjithë orkestrën. Bën konkurs për ato që ke nevojë. S'ka ndodhur as në radio, as në opera, në asnjë vend botës nuk ndodh kjo. Ndodh vetëm për ato që dikush, den pension, dikush ikën nga vendi, dikush nuk ka qef të vijë më, janë shumë arsye dhe atëherë drejtori artistik jep alarmin dhe thotë kam nevojë për këto vende, edhe pse jo, ka nevojë. Por ti bësh konkurs tin ka kurtit, në falni që po marr shembull këtë, për me hyrë në dram, kjo ishte të mëshme. Ato janë niveli më i ulët që mund të kem parë i stafit që ka në bashki me kulturën. Nivel 0. Këtë duhet ta them, që ta marrë vesh mire, që punën e parë që duhet bëj, edhe ku mos të jem unë, duhet të shtuki komplet stafin që ka. Barbulluçi vjen keq që Shkodra është politizuar në art, ai parlemroi drejtues të bashkisë e nuk mund të shkel me këmbë artistë shkodran. Është fatale për Shkodrën që të ndahen nga ana politike artistat. Do të thotë, unë pavarësisht se fola për këto 2, 3, këto prap janë njerëz si unë, kam bashkëpunu, kam histori, nuk më inade, sepse ky problem është i tyre, si është i jemi. Problemin më i këtë që më vjen keq që Shkodra është e politizuar në art dhe në kulturë. Këta janë PD-s, këta janë PS-s. Dhe këtë punë kërcitet në orkestër, prandaj ndodh edhe me konkursin. Që unë orkestër që luaj, se koncert ndërkombëtar. Këto Beethovenin, këto ose Mozartin duhen ta bëjnë socialist, Mozartin socialist, edhe Beethoven ta bëjmë me socialdemokratën. Kemi edhe Haydnin, kemi atë, mos është me ato drejta që unë kam qenë iniciator, ekzekutues ka qenë kryetari që thash s'kam lidhje me të si parti, po ai Bars Pahia, ai e ka kriju dhe dha mundësinë që të filloj, dhe ajo flautiste që këto deshen me hek, që ishte punojse tia, që ka bë punën në mënyrë shkëlqyeshme për krijimin e orkestrës. Këta janë presha e cila ka çu gjithë Shkodrën për këtë punë. Mos guxoni artistët shkodran t'i shkelni me kam, nuk mundeni. Jetmir Barbulluçi ka filluar punë që në vitin 1982 me këtë orkestër.